Kryeministri Hristian Mickoski tha se ka mirë kuptim për ata që vendosën përmes një mjeti demokratik, siç është protesta për të shprehur zemërimin e tyre, por nuk i justifikon ata, siç u shpreh ai, brejtësit politik që duan të përfitojnë pikë politike. Protestat janë një mjet demokratik për të shprehur pakënaqësinë dhe unë jam nervoz. Ne të gjithë jemi të pakënaqur me gjithçka që po ndodh. Çështjet i zgjidhim, shumë çështje janë zgjidhur në 9 muajt e kaluar. Për shumicën prej tyre ishin pengesë që të mos vazhdojnë nënçmimi, plaçkitja, shkatrimi nacional i Maqedonisë, dhe kjo për brejtësit politik paraqet problem dhe shohin që përmes këtyre protestave të fitojnë pikë politike, tha Mickoski, duke shtuar se i bashkangjitet shprehjes së revoltës dhe pakënaqësisë. Ai tha se edhe shumë punë kanë ngelur për t'u zgjidhur, por se do të luftojë deri në atomin e fundit që të bëjnë diç për gjeneratat e ardhshme. Kemi mposhtur disa shoqata mafioze, do të vazhdojmë edhe në periudhën në vijim. Uroj të jemi të gjithë të fokusuar dhe të bashkuar në zgjidhjen e problemeve, tha Mickoski.